krah Edi Ramës me qëllim që në zgjedhje 11 majit të mos ish numri 2 i asaj partie si që Erion Velia dhe në zorën e Sjangoni numër 2, që përsëri ishte Saliu, bën një mori protestash, ju i dini vetë aty para bashkisë, dhe merreshin me Erion Velin, në një kohë që ti je opozit, në rast se ti do të vish në pushtet, ti lufto qeverin, lufto kryeministrin, se ata janë njëshi, ata janë kryesorët, ata e udhëheqin vendin, nuk është kryetari i bashkisë. Pra ju vërsulën me këtë synim, me këtë qëllim, me molotove, me tjera, edhe e paralajmëruan arrestimin e tij dhe e bën realitet faktikisht arrestimin e Erion Velis. Erion Velia pra ndodhet në burg, jo se ka bërë ndonjë vepër penale, gabime në punë mund të bëjnë plot, jo vetëm kryetar bashkie, por edhe punonjës e tjera me radhë, ato duan dëshkimin e tyre. Po si vetëm kryetar bashkie që u hodhën pranga në zyrë mor avokat. Po pikërisht se u konsiderua sjutinat edhe brekët më të rëndësishme se 21 janari, më të rëndësishme se Gërdeci, më të rëndësishme se krimet e 1997-ës, lufta civile jubeatere, më të rëndësishme se grushti i shtetit e tjera me radhë. Po e ledhe Rama, Ky është maskaralleku i tyre. Avokat, po e ledhe Rama, Rama nuk ka gjenë dorë, se nuk e pyet njeri. Do ta shkarkoj, thot Rama, do ta shkarkoj, e hoqi, se lastat gjonin mor avokat, fliste. Edhe njerë, mos unë zito, ti the mund. Rama është pushtet ekzekutiv. Edhe qka do të thotë, që nuk ka punë me pushtetin gjyqësor, të ndërhyrë pushtetin gjyqësor. Dhe ai duhet i ruaj, do më thënë, duhet i ruaj ekuilibrat e pushteteve. Edhe bën mirë t'i ruaj. Ka patur raste që e ka humbur atë fillin, po përsëri e shtërhequr kur duhet tërhequr. Nuk është bërë kur, realisht, do më thënë, ka bërë kritika, i ka bërë për çështje konkrete, i ka bërë për emra konkret gjyqtarësh dhe ka bërë edhe veprime të natyrës administrative nëpërmjet ministrit të tij të drejtësisë, duke i quar në organin kompetent që vlerëson punën e gjyqtarëve, për t'i parë ato kritika që i ka patur. I ka të drejta, por nuk i ka të drejta, dhe ato do vendosin përfundimisht, dhe jo kritikat e Ramës i ka bërë, por nuk është i natyrës Sali Berishës, i cili t'i vrasi gjyqtarët. Nëse u vra ky Astrid Kalaja, para se të vritësh tani me armë, vrau Saliu, kur nuk i dha të drejtën e vulës edhe të selis, edhe të emrit të partis atje këtë Kalan, që dha vendimin kundër foltores së Sali Berishës, dhe atëre nuk la gjepa i thënë Sali Berisha, e quajti komunist, e quajti bisht Partisë Socialiste, e quajti të korruptuar, e nuk la gjepa thënë. Dhe tani, thot, të bëhet dëshmor, thot. Të vret natën dhe të qanë ditën. Pra, nuk është i natyrës edhe që ti thot asaj gjyqtares atje Irena Manekut, ti thot gjithë ato shpifje, ti edhe mikurris, ta vrasi e ta kërcënoj në familje me jetën e saj e me tjera, thjesht dhe vetëm se ajo bëri detyrën dhe e mori këtë person që kish bërë një krim të hapur, një korrupsion të hapur, në interes të familjes ti, të vendrit ti, të vajzës ti, duke marrë një pasuri 500 milion euro dhe dha ja marrë për Maltezit dhe Argita Maltezit, me vendim qeverie, ajo e mori dhe e qoj atje në arrest shtëpie. Edhe për këtë shkak, ajo tani vazhdon të vuaj shpifit e këtia, denigrimet e këtia, masakrin që ky bën kundër saj, dhe nuk del as kush, as një organ, as kelegje, as i ledeja, as prokuroria, as paku, që ta marrin përgjegjësi penale për këtë krime, për këto shantazhe që bën. Pra nuk kanë të krahasuar këta dy, kryeministri Rama edhe Berisha në këto gjema që po i bën ky i fundit Shqipërisë edhe sistemit të drejtësisë. Por shkarkimi i Erion Velis, Rama gaboj në çast Gaboj Rama avokat. Pa tjetër, për mua ka gabuar. Ku ka gabuar? Ti dhe Romeo Kara keni qenë që ka thënë ka gabuar. Gjithë thoshin s'ka gabuar, ka bërë gjë më të mirë. Edhe njerë, ku ka gabuar Rama? Ku ka gabuar? Ka gabuar se për hir të asaj, që të mos ketë goditje nga opozita,
që opozita të mos thot që ja, e ka në burg kryetari i bashkisë, e shkon e mban akoma ky kryeministri, Rama shkeli ligjin. Që të shkarkosh kryetarin e bashkisë, do ta shkarkosh në bazën e kushtetutës që kanë fuqi sot, edhe të ligjit me pushtetin vendor që kanë fuqi sot. Dhe as kushtetuta dhe as ligji mbi pushtetin vendor nuk ta lejon këtë mënyrë shkarkimi siç ja bëre ti Erion Velis. Pse? Nuk ka munguar ai 3 muaj nga puna. E ke detyruar ti, po e mban ti në burg atje. Lëshohet ti vetëm me njëra i në punë. Po e mban drejtësia më avokat, çfarë bëjnë ata? Po drejtësia po e mban, atëherë ti do ta lësh aty në detyrë, derisa të mbarojë hetimi, derisa të mbarojë gjykimi, derisa vendimi të marrë formën e prerë. Po ta lëm bashkinë pa kryetar, po ndryshon ligjin. Bë ligjin pastaj që po mungove 3 muaj. Si me arsye, si pa arsye, shkarkohesh. Jam dakord. Atëherë thuhet, e kemi me ligj edhe pa arsye largohesh na detyra. E dyta, e ke për detyrë t'ja bësh procesin e rregullt ligjor. Le të ketë bërë Erion Velia krimet e dynjas. Kur vjen problemi për ta shkarkuar, do t'i argumentosh ato në shkarkimi që do i bësh, motivacionin edhe do ta dëgjosh. E ke për detyrë ta thresësh në mbledhje, të vi aty në mbledhje. E ti thuash, a ke pyetje, a ke sqarime, a do të flasësh, a do të japësh shpjegime e tjera me radhë. Dhe është i detyruar, pra Këshilli Bashkiak ta bëj procesin e rregullt ligjor, procesin e rregullt kushtetues, se gjykata e Strasburgut nesër këto do të kërkoj atje për këtë proces ndaj Erion Velis. Ti e merr dhe e bën në mungesë të tia. E çon edhe merr vendimin e Këshillit të Ministrave, edhe e merr pa e thirrur prap. Po edhe ti e ke për detyrë ta thresësh atë. E merr e çon vakancën të Presidentit të Republikës në një kohë që ai ta ka ankimuar vendimin dhe Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë thot hapur në 115 nuk mundet të bësh asnjë lloj veprimi para se të vendosi gjykata kushtetuese brenda 15 ditëve. Po bër ankimin do ndalosh. Nuk nxjerr dot dekret zgjedhje. Pse? Sepse e ka zbatuar afatin e 15 ditëshit dhe ti tashmë do presësh vendimin e gjykatës kushtetuese. Nuk e priti dhe ne e pam. U tham, unë personalisht në disa emisione, edhe në vendet tjera, në televizione tjera, e kam thënë, nuk bëhen zgjedhje të pushtetit, të kryetarit bashkisë Tiranës, në rast se Erion Velia do ta kundërshtojnë gjykatë kushtetuese këtë vendim. Dhe nuk do bëhen, faktikisht, nuk do bëhen. Tani këta bëjnë përgatitjet e tjera, kanë çuar kandidatë. Çojnë kot, mbarojnë, Tiranë s'ka zgjedhje për kryetar bashkie. Pse? Sepse dekreti i presidentit me të vërtetë është pezulluar, po pezullim do të thotë që pa shqyrtuar gjykata, nuk e bën doti gjykata kushtetuese. Ajo ka lënë gjyqin për ta bërë në 31 tetor. Në 31 tetor mbaruan, s'ka zgjedhje në nëntor. Pse? Po vetëm që të regjistrohen kandidati për kryetar bashkie do 1 muaj përpara. Kështu e thot ligji. Po su regjistrua ka zgjedhje, s'ka. Mbaroi. Pra në Tiranë s'ka zgjedhje. A mund të bëhen një datë tjetër, mbasi të vendosi gjykata kushtetuese larg qoftë kundër Velis, atëre presidenti ka drejtë të nxjerrë një dekret tjetër. Sepse është vendim antikushtetues dhe gjykata kushtetuese ta nga zemrën e Erion Velia avokat. Jo në atë aspekt, në aspektin e ligjshmërisë, në aspektin e kushtetueshmërisë. Në mënyra si u procedua edhe si u arrit në atë vendimarrje, është një vendim absolutisht i pavlefshëm edhe ai i Këshillit Bashkiak, edhe i kryetarit të Këshillit Ministrave, përjedhoi ai vendim që është absolutisht i pavlefshëm, që vjen përmes një procesi të parregullt ligjor, edhe sikur gjykata kushtetuese të mbylli syt edhe ti nënshtrohet politikës, nuk i mbyll syt Strasburgu dhe ajo nuk do thot atje ka vrar apo ka vjedhur Erion Velia apo jo. Po do thot janë zbatuar procedurat e rregullta ligjore për shkarkimin e këtij njeriu, janë dhënë të gjitha garancitë siç i ka ligji edhe kushtetuta që i ka respektuar as i ka respektuar këto institucione që kanë marrë këto vendimarrje apo jo.
nuk janë respektuar, prandaj them unë, po nuk puna si mu hap barku për njërin apo për tjetrin. Avokat, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, ju prekët pak edhe faktin e asajt se çfarë po ndodh tashmë me Bashkinë e Tiranës. Tashmë Ogerta Manasterliu nga Partia Socialiste dhe Florian Binaj ka dalë si kandidat i pavarur. Ka pasur propozime nga Gronshiaj për kandidatë të tjerë të pavarur, por zoti Berisha ka pranuar vetëm kandidaturën e Flor Binajt. Aktor i njohur tashmë, si e keni parë këtë kandidaturë, si e keni parë këtë personazh i cili tenton të mundi në këto momente Partinë Socialiste? Problemi është që një parti e cila ka qenë në pushtet, si që është Partia Demokratike, pavarësisht si erdhi në pushtet në prillin e vitit 1992, në marsin e vitit 1992, një parti politike që erdhi përsëri, rierdhi në pushtet në vitin 2005, pavarësisht se si erdhi, qa makinacione u përdorën për ta qarë Partinë Socialiste, për të nxjerrë LSI-n jashtë saj, edhe për ta vënë Fatos Nanon kundër Edi Ramës në atë kohë, pra t'ishin fraksioni njëri tjetrit, sepse njëri donte prap t'ishte të zgjidhej kryeministër në një kohë që fare mirë mund të nxirrte si kryeministër qysh në 2005-ën Edi Ramën dhe da kishim që atëre kryeministrën e faktikisht atë, pra pavarësisht nga të gjitha këto erdhin pushtet në 2005-ën dhe lëshojnë 2013-ën. Dhe një parti e tillë pra që ka ardhur 3 herë në pushtet gjatë tyre 30 ca vjetëve demokraci në Shqipëri, të katandiset që të mos jetë një gjendje të nxjerrë një kandidat vetë si forcë politike, të mos nxjerrë një udhëheqës të lartë vetin, me integritet, të ketë mbështetje popullore, mbështetje elektorale, aq më shumë kur 4 muaj luftove edhe me Molotov kundër kryetarit bashkisë për të arzuar atë që ish dhe për ta marrë vetë, dhe të mos jesh në gjendje në këto 4 muaj luftë që bëre, të mos nxjerrësh një kandidat, por të katandisesh edhe të vesh të pavarërit, e të pranosh të pavarërit. Kjo do të thotë që kemi të bëjmë me një situatë sa tragjike, aq dhe komike brenda Partisë Demokratike, kemi të bëjmë me një parti inexistente de facto, se de jure ekziston, inexistente sepse të vesh në zgjedhjet e 9 nëntorit për kryetar bashkie në Tiranë, kur në 11 maj humbe mbe 200.000 vota më pak se sa në vitin 2021, që nuk e more prapë pushtetin, po humbja që e katastrofale, edhe kur në zgjedhjet e 2023-shit more 60.000 vota më pak se kandidati Erion Velia, do të thotë që del në këto zgjedhje sa për të larë gojen, sepse realisht je i bindur që e ke humbjen të thellë, shumë të thellë se që ke patur. Dhe një parti e tillë pra që është katandisur në këtë mënyrë, me një njeri pa vlerë, me një njeri që jo vetëm është non grata, po është i pandehur, është duke u gjukuar, vete javë për javë në spak për korrupsionin e lartë shtetëror që ka bërë, dhe jo vetëm në një drejtim, po në shumë drejtime, që mbi shpinën e tij ka një mori akuzash të tjera deri vrasjet përgjakshme, në 10.000 arrin numri të vrarëve prej tij, prej urdhrave të tij. Dhe një njeri të tillë ti ta mbash ende si kryetar partie dhe të pretendosh se me këtë do vish në pushtet e do marrësh Bashkinë e Tiranës, pra aq më keq kur këtë tragjedi që të ka rënë si forcë politike dhe është e merituar, ti na e kthe në komedi. Se merë një kandidat i cili di të bëj rolin e policit, por nuk di gjë tjetër, nuk ka haber nga pushteti,
nga administrata, nga institucioni, nga ligjet a i bëri bashk Adriatik Lapa, i bëri bashk Agron Shea, i bëri bashk Sali Berishën, bëri bashk Edi Shabanin, këta kur si ishin bërë bashk. Dhe a i pati fuqi që ti bënde bashk avokat. Po nuk esh fuqia e komedianit kjo që i bëri bashk ata. Po qa u bën bashk ata avokat? Edhe aftësive të tia të jashtëzakonshme, por ata bashk i bëri vetëm një. I bëri syri i Shkelzenit. Sepse bashk i bën piranjat. Edhe piranjat, te piranjat edha Gabrieli atë denoncimin kundër Erion Velis, që po blinde incenerator në Rumani, edhe kishtë dëgjuar vetë Gabrieli, edhe lekët, edhe në përmjet emisioni piranjat e dhanë, shpifjen e tyre të ndyrë, dhe Saliu ja dha si shpërblim të këti emisioni, këti komedianit që binaj, dhe në një situatë tillë, Agron Shea i s'ka qenë dakord, se ka thënë, hapra i se për ke ishte, për ke kandidatur ishte, e ka thënë dhe me emër ma dje. E kish mira, po e kish kej. Po në regu, nuk isha i për këte. Po u bashkua sepse do i bashkojt dhe i s'ka në lëvizji. Po si s'ka nga lëvizji më avokat? Po që rëndësi ka që u bashkua, qa u bashkua? U bashkua në një mali math, u bashkua Agroni, një vot, një vend parlament dhe gje madhe shumë. Po avokat, po një vend është dy ai. Mirë. Ju bashkua Lapaj, po Lapaj e kishte, 3 ishin këta që formuan partinë e Lapajt. Ishte Edlira, Qepani, do ishe nga më të pranueshmet, po të ishte kandidatur, hajde de, se s'kishe lidhjet pakte me syrin e Shkelzenit, nuk paguesh në syri Shkelzenit si që mbush gjepat këj Binaj, por ishte Lapaj edhe Binaj, 3 ishin ata. Të tere dini që ishi partisë Lapajt Binaj. Por partije Lapajt zgjatim ose më mirë pjell e Saliu dhe Ilir Metës ishte që dolin zgjedhje e tjera me radhë dhe me qarë vrulli doli, me qfar parashikimesh edhe deklaratash bende, do merte pushtetin e kur edhi problemi nuk doli as vetë debutet. Kështu janë këto punë, po esh popull me nuhatja i di edhe i një populli. Kështu që në këta aspekt, dalja e këti komedianit përballë një kandidature si që është Ministre e Shëndetësisë, Ministre e Arsimit, dhe që ka bërë një serë detyra shtjera në administrat, dhe e di që është ligji, e di që është kushtetuta, e di që është administrimi i pushtetit, e di që do të thot halli qytetarëve dhe si zgjidhen ato, e di si menaxhohet bashkia e sektorët e saj e tjera me radhë, është hanë shat, hanë Bagdad. Ka dosje ajo, e para njerë unë nuk e di që dosje ka. Janë 5 dosje. Po dosje atje, dosje ka për çdo njerin atje. Problemi është që kush i ka bërë ato dosje, edhe në ato dosje ka në një qik mjella, po ka vetëm krundet Saliut edhe të pjellës tia. Se po pati krunde, atëre ti dosje mund të bësh plot, por nuk varet në numri i dosjeve kjo punë. Varet ka, brenda mjella nuk ka. Dhe aty po të kish mjell, do kish dal edhe do ishte përgjigjur ajo për këto gjëra. Kështu që nuk kanë asnjë lloj lidhje, janë si nata me ditën dhe sikur të bëhen zgjedhje, po nuk do bëhen dot. 9 tetor në Tiranë, Partia Demokratike se ati është Binaj, pavarësisht ja i nesër do thot, është i pavarur, s'kisha që bënja unë, madhanëve të tjerët për të shmangur përgjegjësin Saliu në vetja, e për të gjetur një lloj justifikimi, përveç asaj që mu vodhën votat, po edhe nuk ish kandidatura ime, humbja do tjetë katastrofale. Janë dhe 5 bashki tjera, avokat, si e pret këtë 5 bashki tjera, qëfar të ndodhi me PD-n, se ju thoni nga humbja? PD-ja ka vdekur, nuk mund të bëhet do të me, në siglën e PD-s, cili do që do dali kandidat, është i humbur, i paragjykuar. Pse? Sepse rëndojnë mbite, i paragjykuar se mbite rëndojnë një mori krime shtërenda, të cilat i ka kryer lideri tyre, i cili i tërheq ende prej hundësh, për interesat personale ti dhe të familjes ti. Dhe ata, derisa janë një band që i vena mbrapa, këti lideri të inkriminuar deri në fyt,
ata nuk janë gjë tjetër, veç se o bashkëpunëtor, ose kanë përfituar nga kusarit e tij dhe ndaj dhe numri votave sa vjen edhe drejt rënies, drejt shkatërimit. Unë kam informacionin për licencën tuaj.